Një email me përmbajtje kërcënuese dhe terroriste ka alarmuar mëngjesin e sotëm disa institucione publike në qytete të ndryshme të vendit. Mesazhi i dërguar nga një adresë elektronike ende pa identifikuar përmbante pretendimin se në ambientet e institucioneve ishte vendosur një bombë. Në email autorët pretendojnë se i përkasin të ashtu quajturit Shteti Islamik dhe kërcënojnë se një pajisje shpërthyese do të aktivizohej brenda 2 orëve. Përmbajtja e mesazhit është denoncuar menjëherë pranë autoriteteve duke vënë në lëvizje strukturat e policisë së shtetit. Sipas policisë, pas marrjes së informacionit janë kryer verifikime dhe kontrollet e intensivshme në institucionet e përfshira në kërcënim. Nga kontrollet e kryera deri tani nuk ka rezultuar të jenë vendosur bomba apo ndonjë lloj tjetër eksplozivi, ndërkohë drejtoria për hetimin e krimeve kibernetike në bashkëpunim me drejtorinë e antiterrorit dhe agjencitë e tjera rizbazuese vijojnë punën intensive për identifikimin e autorit dhe të adresës elektronike nga cila janë dërguar këto kërcënime. Policia e shtetit siguron qytetarët se nuk ka vend për panik dhe se strukturat e saj janë të angazhuara maksimalisht për garantimin e rendit dhe sigurisë publike, si dhe për parandalimin dhe goditjen e palishmërive. Emaili i dërguar ka këtë mesazh: Përshëndetje, ky është Shteti Islamik. Me vullnetin e Allahut kemi vendosur një bombë në ndërtesën tuaj. Ajo do shpërthej pas 2 orësh. Pas kësaj, ju të pafet do të coptoheni. Pastaj do t'ju vrasim. Allahu Ekber.